Koalicionet i kanë disa të mira, përparësi natyrisht, por kanë edhe disa mangësi. Mangësia që shohën është fakti që edhe pse pa të fillu një lloj ndarje në baza ideologjike të partive, këto koalicionet mandej sikur po ndërhyjnë në ato ndarje ideologjike, ani pse dorën zemër tashmë jo vetëm tek ne në Kosovë, por në përgjithësi nuk ka më një ndarje se në të kaluarën atë shumë të majtë dhe ndjatë. Ne kemi ndëgju shumë shpesh parti djata që flasin për çështje që më shumë i takojnë të majtës, ose partit majta që janë ma nacionaliste, ma djatha se sa vetë partit e djatha. Kështu që edhe ajo vija, sikur është shkrin nga pak, përparësit janë se disa subjekte vogla në një farë mënyrë ju sigurohen mbjetesa. Pragu zgjedhor prej 5% e pa vështirësuar qenjen politike të disa subjekteve politike, shembulli nismës tazëm është njëri prej tyre, e bashkangjitja me një subjekt tjetër më të madh në koalicion i bën këto partitë mbjetojnë. Për mu në këto zgjedhje prapë po thamë më, nuk du ta quaj problematik, po çështja është se vërtet ka po shkon nisma. Sepse është pak më jo e natyrshme se subjekt. Pse pe quaj jo natyrshëm? Elektorati saj, vetë nisma, ka dal nga Partia Demokratike, që megjithatë është një parti e djathtë, përderisa nisma Qandër e djathtë e quajnë vetë. Po pra, po anon ka djathtë, apo jo? Përderisa nisma është socialdemokrate dhe është deklaruar si e majtë. Por prap gjitha bashkëpunimet, koalicionit i ka me subjektet e deklaruara të djatha, sepse edhe elektorati saj, po tham anon man andej. Dorën zemër, elektorati nismës është natyrshëm i afërt me atë të PDK-s. Por kryesia, leadershipi i nismës është i majtë. Tash, nëse e shohim përcaktimin e tyre ideologjik, ata duhet të ishin me vetëvendosin bashkë, sepse të dyja partit janë të deklaruar se të majta, por më shumë po duket se në këto zgjedhje, nisma ka parapëlqyer të jetë me subjektet ose me PDK-n, sepse me sa diun ka pas takime të zotit Limaj edhe me zotrin Hamzaj, edhe me LDK-n, me cilët ka pas një parafrim. Dhe e vetëm një subjekt që nuk po dihet se nga do të përcaktohet pjesë e cilës parti ose a do të bëj koalicion me dikën, afati fundit për regjistrimin e koalicioneve në KQZ është e diela me 30 nëntor, pra janë edhe 3-4 ditë ose 5 ditë për të parë se cilat subjekte me kë po bëjnë koalicion, me pastaj nuk mund të bëjnë koalicion, por prap mund të bashkëpunojnë sepse mund të bëjnë pjesë e një subjekti. Kështu që për mu ende mbetet me pa qartë deri në fund se me kë do të shkojnë nisma, ajo çka po duket më qartë se do të jetë pjesë e njërit nga subjektet opozitare. Nuk besoj se do të bëhet